Mirë se vini në këtë analizë, ku sot do të bëjmë diçka paksa ndryshe dhe ndoshta pak të pazakontë. Ne do të heqim plotësisht iluzionin e qytetërimit ton modern, fasadën e bukur që kemi ndërtuar, për të zbuluar forcat e lashta dhe thellësisht biologjike që japin formë zhvillimit njerëzor. E dini, shpesh na pëlqen të mendojmë se jemi plotësisht të shkëputur nga natyra, apo jo? Mendojmë se jemi krijesa 100% racionale që udhëhiqemi vetëm nga logjika e ftohtë dhe kultura. Por, a është vërtet kështu? Në fakt e vërteta është se çdo njeri kalon nëpër një proces tepër kompleks ku një foshnjë, e cila është thellësisht e totalisht e varur nga të tjerët, transformohet në një të rritur funksional. Dhe ky udhëtim i jashtëzakonshëm nuk bëhet asnjëherë vetëm, bëhet përmes mbështetjes, rregullave dhe dashurisë atij që ne e quajmë fisi ynë. Pra bëuni gati sepse le të zhytemi menjëherë në këtë rrugtim magjepsës. Le ta nisim me një pyetje vërtet provokuese. A jemi ne njerëzit vërtet kaq të ndryshëm nga një luan në savan apo nga një shimpanze në xhungël? Në pamje të parë, sigurisht, ne veshim rroba, ndërtojmë qytete masive prej xhami dhe çeliku, përdorim teknologji të avancuar dhe rrimë flasim për koncepte thellësisht abstrakte si morali apo politika. Një luan nuk ulet të shkruajë një kushtetutë, por nëse gërvishtim pak sipërfaqen, nëse shikojmë thellë në rrobat tona të bukura dhe titujt e vendeve të punës, ne jemi në thelb ende gjitar. Ne udhëhiqemi nga absolutisht të njëjtat instinkte të lashta. Ne duam të mbjetojmë, duam me çdo kusht të mbrojmë të vegjëlit tanë, të kërkojmë status brenda grupit dhe, mbi të gjitha, kemi të merr mos përjashtohemi nga ai. Jemi një kafshë shoqërore që duhet patjetër të mësojë se si të jetojë dhe të funksionojë brenda një fisi. Për ta zbërthyer këtë, udhëtimi ynë sot do të kalojë nëpër 6 hapa. Së pari, kafsha nën kustum. Së dyti, i vogli njeriut. Së treti, do të shohim stërvitjen e kafshës sociale. Më pas, do të flasim për statusin, territorin dhe fisin. Në hapin e 5 kemi përditësimin kulturor dhe do ta mbyllim me të rriturin plotësisht funksional. Fillojmë menjëherë me seksionin e parë, kafsha nën kostum. Tani, për ta parë këtë panoramë qartë, nuk mund të mbështetemi vetëm tek intuita. Na duhen disa lente shkencore specifike. Etologjia, sociale dhe psikologjia evolucionare funksionojnë pikërisht si këto lente. Ato nuk bazohen tek ajo që ne pretendojmë se jemi, apo te mënyra se si duam të dukemi. Përkundrazi, ato studiojnë funksionin e vërtet, biologjik të sjelljeve tona. Pse ndjejmë xhelozi therse? Pse kërkojmë pafundësisht aprovimin e të tjerëve në shoqëri? E po, këto fusha na tregojnë një të vërtet tronditse. Këto nuk janë dobësi të rastësishme apo defekte të karakterit. Ato janë në fakt programe të evoluara njohëse, software të lashtë. Ato u ndërtuan dhe u profeksionuan sepse i ndihmuan paraardhësit tanë të zgjidhin probleme jetike, si për shembull të gjenin ushqim, të mbronin alianzat e tyre dhe më e rëndësishme të mbjetonin brenda një mjedisi shoqëror që ishte jashtëzakonisht i rrezikshëm. Për ta bërë këtë edhe më të qartë, le të shohim këtë tabelë fantastike. Është e jashtëzakonshme se si sjelljet moderne njerëzore janë thjesht përkthime elegante të atyre instinkteve të lashta. Mendojni pak, ulërimi e një luani që i tregon botës se ku mbaron territori i tij, nga ana psikologjike është fikse njëjtë me një him kombëtar ose një paradë ushtarake njerëzore. Po primatët, ata e kalojnë gjysmën e ditës duke i pastruar gëzofin njëri tjetrit për të ndërtuar aleanca. Ne natyrisht nuk i pastrojmë gëzofin kolegëve në zyrë, por çfarë bëjmë? Ne bëjmë biseda të vogla te makina e kafes ose japim pëlqime dhe komente në rrjetet sociale. Është saktësisht e njëjta nevojë biologjike për mirëmbajtje të lidhjeve. Një krif luani sinjalizon gjenetik të mirë dhe status, ndërsa një njeri modern përdor një kostum luksoz, një orë të shtrenjtë ose ndoshta një diplom prestigjioze. Është thjesht e njëjta gramatike vjetër biologjike, por e veshur me një fjalor krejtësisht të ri. Kalojmë te seksioni i dytë, i vogli njeriut. Si fillon gjithçka? Ja një fakt që mbase nuk e mendojmë shpesh. Foshnjat njerëzore lindin thellësisht të papërfunduara. Fjalë për fjalë të papërfunduara. Ndërsa një i vogël dreri, imagjinoni pak, mund të ngrihet dhe të ecë brenda pak orësh nga lindja, një foshnjë njerëzore nuk mund as të ecë as të flasë qartë për vite të tëra. Është një krijesë tërësisht e pafuqishme. Por kjo varësi ekstreme nuk është një defekt evolutiv. Në fakt kjo është strategjia jonë më e madhe. Pse ndodh kjo? Sepse rregullat e komplikuara sociale, emocionale dhe kulturore të botës njerëzore janë aq të thella saqë kërkojnë një periudhë shumë të gjatë formimi jashtë barkut të nënës. Fëmia njerëzor duhet të ketë kohë të mësojë gjuhën, nuancat e moralit, se si të bashkëpunojë me të tjerët. Dhe ky instalim i software-it merr vite të tëra mbështetje familjare. Dhe kjo na çon te kjo thënie bukur: dashuria është gjuha e biologjisë. Pika thelbësore këtu që duhet të mbajmë mend është se atashimi apo lidhja e thellë mes fëmijës dhe prindit nuk është thjesht një koncept romantik për filma sentimentale. Jo, dashuria në këtë kontekst është një mekanizëm biologjik i pastër mbjetesës. Për një foshnjë,
Avërsia e nënës ose e kujdestarit parsor nuk përkthehet vetëm në komoditet, përkthehet fjalë për fjalë në unë jam i mbrojtur nga vdekja. Mënyra se si prindi i përgjigjet të qarës së foshnjës i jep atij leksionin e parë dhe më monumental në jetë. A është kjo botë e sigurt mjaftueshëm për t'i besuar? Dhe kujdes, vetëm ky besim i ndërtuar herët mundëson guximin për të eksploruar botën më vonë. Tani hym te seksioni i tretë, aty ku gjërat bëhen vërtet interesante. Stërvitja e kafshës sociale. Si ndof saktësisht ky formim? Zhvillimi njerëzor kalon në një afat kohor mjaft specifik. Çdo gjë fillon me foshnjërinë, siç e përmendëm, ku instalohet moduli bazë i besimit dhe ndjesisë së sigurisë. Më pas kalohet në atë fazën e fëmijërisë që është fantastike. Njësoj si ky lysh të Luanit që luajnë duke u përleshur për të mësuar se si të gjuajnë më vonë, fëmijët njerëzor çfarë bëjnë? Luajnë shtëpiash, luajnë mjekësh apo policësh, ata po provojnë në mënyrë të sigurt rolet e shoqërisë. Pastaj, bam, godet stuhia e adoleshencës. Kjo është ajo faza ku individi kërkon dëshpërimisht të gjejë një identitet të vetin, të kërkojë status jashtë familjes dhe të fitojë aprovimin e grupit bashkëmoshatarëve. Është e zhurmshme, por totalisht e nevojshme biologjikisht. Dhe në fund, synimi është arritje tek mosha e arritur, e cila ka të bëjë thellësisht me vetërregullimin dhe ofrimin e një kontributi për atë që quhet fisi i gjerë. Pra, e theksuam që gjatë këtyre viteve, familja luan rolin e programuesit. Por çfarë saktësisht shkruhet në këtë kod? Çfarë aftësish jetike po i jepen fëmijës? Besimi, si fillim. Pastaj një gjë jashtëzakonisht e rëndësishme, rregullimi emocional. Domethënë, aftësia për të mos shpërthyer fizikisht ndaj çdo pakënaqësie. Përdorimi i gjuhës për të artikuluar dhimbjen ose nevojat, në vend që të kafshosh apo godasësh tjetrin. Respektimi i kufive, aftësia jetike për të pritur radhën, vetkontrolli dhe padyshim i ofrohet një sens identiteti dhe rrënjësh. Po të heqësh këto baza, fëmia vërtet mund të mbijetojë nga ana fizike, por do të mbetet tërësisht i handikapuar dhe i pazhvilluar në aspektin e funksionimit shoqëror. Dhe këtu arrim tek një keqkuptim modern goxha të madh, koncepti i disiplinës. Donjëherë mendojmë se ta mbështesësh një fëmijë do të thotë t'ia plotësosh të gjitha tekat pa i thënë asnjëherë jo, por kjo nuk është mbrojtje. Disiplina e mirë thekson se kjo botë jashtë shtëpisë ka kufi të ashpër. Disiplina e mirë ofron dashuri, patjetër, por brenda një strukture tepër të qartë. Nga ana tjetër, disiplina e keqe bën diçka të rrezikshme. Ajo thjesht krijon turp, e poshtron individin dhe thelbësisht i thot atij nuk vlen asgjë. Por disiplina e mirë? Ajo sulmon sjelljen e gabuar, jo vetë fëmijën. Ajo e mesazhon kështu: unë të dua pa kushte, por kjo që bëre është e gabuar. Tani merre përgjegjësinë dhe shko rregulloje. Bota reale nuk ka për të rregulluar rreth impulseve të tyre çdo herë, kështu që familja ka detyrën t'i përgatisë për këtë tronditje. Kjo na kalon natyrsëm tek seksioni i katërt, statusi, territori dhe fisi. Tani, le të hedhim një vështrim se si këto pajisje biologjike përkthehen në jetën tonë si të rritur, sepse është vërtet diçka që të lë pa fjalë. Në të kaluarën e largët evolucionare, statusi lart në tuftë të siguronte copën më të mirë të mishit ose partnerët më të mirë. Po sot, ky i njëjti mekanizëm gëryes na shtyn të theksojmë arsimin tonë të lartë, të marrim kredi për një makinë që ndoshta s'na duhet vërtet, apo të kërkojmë dëshpërimisht mira ndjekës online. Po instinkti i territorit nuk është më vetëm dikush që fërkohet pas një peme në savanë. Sot kemi ligje masive mbi pronësinë private, apo qoftë edhe rasti kur lini xhaketën tuaj me një karrige në një bar për t'u treguar tjerëve që ky vend është i zënë. E ndërkohë, nevoja ulëritse për të mos ngelur vetëm dhe i ekspozuar ndaj rreziqeve, sot krijon strukturat e miqësive, grupeve tona të preferuara, partive politike e deri te kulturat e kompanive ku punojmë. Pra i gjithë ky zhvillim na sjell tek një vërtet themelore. Një pemë ka nevojë për rrënjë të forta para se të mund të qëndrojë vetme kundër erës. Ekziston një mit goxha i përhapur modern, ai i ujkut të vetmuar. Ideja se pavarësia e vërtet do të thotë të mos kesh nevojë absolutisht për askënd, që ti bësh gjërat vet. Kjo është biologjikisht një gënjeshtër. Është tërësisht e gabuar për gjyqtar social si ne. Pavarësia e plot njerëzore rritet vetëm atëherë kur ekziston një varësi e hershme thellësisht e besueshme. Kur një fëmijë e di me siguri se ka një mbështetje solide mrapa krave, ai nuk paralizohet nga frika. Ai ka guximin të rrezikojë, të dalë nga shpella dhe të eksplorojë. Pra, rruga e vetme për të bërë një i rritur plotësisht i pavarur nesër është të jesh dashur dhe mbrojtur fort patjetër, qysh në fillim. Tani e kemi gati terrenin për seksionin e 5. Këtu ndodh kapërcimi i madh, përditësimi kulturor. Cili është thelbi i vërtet i dallimit ton nga pjesa tjetër e faunës? Është fiks ky, sistemi ynë në bazë, softueri biologjik, ka instinktet e mbijetesës, ndjen frikë, mbron të aftëmit, reagon ndaj sulmeve. Por me Homo sapiensin ndodhi diçka epike. Ne morëm një përditësim masiv të këtij sistemi. Ne i shtuam kulturën. Çfarë bën kultura?
Ajo merr këto instinkte agresive ose kaotike dhe i filtron, i zbut dhe i riorganizon. Dëshira gjenetike për të mbrojtur territorin e fisit, papritur merr formën e koncepteve komplekse gjeopolitike, dëshira për të qenë dominues ndaj një pale tjetër zëvendësohet me lojra politike apo arritje shkencore. Ndryshe nga kafsha që jeton thjesht aty për aty me reflekse dhe impulse fizike, ne shpikëm botën e simboleve për ta rregulluar këtë energji. Ky përditësim funksionon përmes disa elementeve magjik. Së pari, gjuha. Për shkak të saj, ne mund të koordinojmë jo vetëm grupe të vogla me 20 ose 30 vetë, siç bëjnë shimpanzetet, por koordinojmë kombe me miliona qytetarë. Si e bëjmë? Përmes lidhjeve të imagjinuara. Simbolet kombëtare na bëjnë t'i themi njëri tjetrit vlla ose bashkëdhtar, edhe pa e parë njëri tjetrin kurrë në jetë. Morali pastaj luan rolin e policit të brendshëm. Ai bën që ne tu bindemi rregullave edhe atëherë kur askush nuk po na vëzhgon. Dhe pastaj kemi institucionet, si për shembull gjykatat apo sistemi ligjor. Ato ekzistojnë fiks për të qetësuar kafshën e brendshme, duke na thënë, në rregull, nëse ndjen që të është bërë pa drejtësi, mos merr një gur ta godasësh tjetrin. Hajde ta zgjidhim këtë përmes një procesi letrash dhe avokatësh. E jashtëzakonshme apo jo? Së fundmi, mbërrim në seksionin ton të 6, i rrituri plotësisht funksional. Pika e mbërritjes. Pas gjithë kësaj, lind pyetja, çfarë është saktësisht një njeri i rritur? Jo vetëm dikush që sapo kaloi moshën 18 vjeç, dhe jo dikush që thjesht merr një kartë identiteti shtetërore. Nga perspektiva e etologjisë sociale, një i rritur është dikush që zotron fjalë për fjalë thelbin e këtyre kompetencave. Një i rritur e ka kalibruar atë programin e brendshëm emocional saqë nuk i nënshtrohet çdo furi e çastit. Ai apo ajo arrin të krijojë dhe të ruajë lidhje të thella afatgjata, di se si të pranojë që dështoj, pa lejuar që kjo ta shkatërrojë, dhe aftësia më e rëndësishme njerëzore vonon kënaqësinë. Mund t'i thotë jo diçka e argëtuese tani për një qëllim shumë të madh nesër. Dhe më e bukur nga të gjitha, një i rritur kthehet nga dikush që ishte konsumator burimesh në fëmijëri në një furnizues burimesh. Nëse një individ kalon vite duke i marrë pafund grupit dhe nuk afron asnjë vlerë reale, atëherë nga pikpamja biologjike mbetet ende në gjendjen e një fëmije. Është bukur ta mendoni rolin e familjes apo rrethit si një palë skela rreth një godine në ndërtime sipër. Në fillim, kur hidhen themelet, skelat mbajnë të gjithë peshën absolute. Ato e mbështesin foshnjën plotësisht. Me kalimin e viteve, përmes modelimit të mirë dhe vendosjes së kufive, struktura fillon të thellojë qëndrueshmërinë e vet. Por momenti më kritik dhe faza më delikate ndodh në hapin e 4. Skelat nuk duhet të qëndrojnë aty përgjithmonë. Imagjinoni një godinë të bukur të mbuluar përjetësisht me skela. Gjatë adoleshencës, prindrit apo komuniteti duhet t'i heqin gradualisht këto mjete mbështetëse. Kjo është pak e frikshme, është ai transferimi i përgjegjësisë që lejon individin t'i mbajë vetë muret e veta, të përballet me gravitetin e botës pa u shembur dhe më në fund të ndriçojë si një i rritur me pavarësi të pjekur. Dhe e gjithë kjo analizë përfundon tek një numër tejet i thjesht, por masilisht i rëndësishëm: 0. Çfarë mund të përfaqësoj zeroja këtu? 0 është numri fiks i njerëzve në të gjithë planetin Tokë, që në këtë moment apo në histori janë rritur dhe janë zhvilluar tërësisht dhe krejtësisht të vetëm. Asnjë. Nuk ka dhe nuk do të ketë kur një qenie njerëzore të vetbërë nga absolutisht asgjëja. Gjithçka është një iluzion. Çdo i rritur i pavarur, të gjithë ne pa përjashtim, mbartim fshehurazi brenda trupit dhe mendja son, fjalët e rrepta të atyre që na korrigjuan, theksin e atyre me të cilët folëm, gjestet e vogla të atyre që imituan për t'u përshtatur, dhe mbi të gjitha, dashurinë thelbësore të atyre që thjesht nuk na lanë të bieshim dhe të dorëzoheshim kur bota rëndoi mbi ne. Pra, për të lidhur të gjitha këto fije në një imazh të madh për këtë material, ne fillojmë këtë ekzistencë si foshnja tepër të pambrojtura, thellësisht në mëshirë të mjedisit. Brenda vetë qelizave tona rrjedhin instinkte miliona vjeçare që duan vetëm të mbjetojnë, të krijojnë lidhje dhe të mos prapa mbeten. Ne fillojmë rrugtimin aty, por me kalimin e viteve, përmes rrëzimeve, lojrave dhe rregullave të ashpra të lojës shoqërore, ne kultivohemi. Dhe kjo mrekulli arrihet fal përpjekjes kolosale e bashkëpunuese të një strukture të tërë rrethnesh, prindrit, sistemi arsimor, madje edhe fqinjet. Ne jemi rezultati, një lloj simfonie thuajse perfekte mes një kafshe të lashtë dhe një qenie thellësisht simbolike, të ndërtuar padyshim nga dhe për diçka më të madhe se vjetja, fisin ton. Teksa e mbyllim këtë analizë të thellë, ja vlen ta ndalim hapin e të reflektojmë paksa. Herën tjetër kur ndjeni dëshirën e zjarrt për të bler atë gjën e shtrenjtë që s'ju duhet domosdoshmërisht, ose kur gjeni veten tek ziheni me dikën në një koment online sepse ju ofenduan, ose thjesht po luftoni pa frym për t'u ngritur në detyrë, bëjni vetes këtë pyetje: cila pjesë imja po e drejton në të vërtetë timonin tani? A është mendja ime racionale, apo fshihet diku një nevojë instinktive e lashtë për të mos e humbur vendin tim në grup?
Dhe mbi të gjitha kur hidhni syt në pasqyrë, merrni pak kohë për t'i dedikuar një mendim fisit tuaj, atyre njerëzve mbështetës që u dhan bazën që të ndërtoni atë të rritur fantastik që reflektohet aty sot. Shpresojmë që ky material t'ju ketë ofruar një perspektivë të re dhe të vlefshme. Faleminderit që ndogjët.